Policia kufitare dhe Guardia di Financia italiane kanë bërë një gjetje të pazakontë në detin e hapur, ku kanë zbuluar rreth 30 bidon të mbushur me benzinë, me një sasi totale prej rreth 1500 litrash. Ngjarja ka ndodhur 3 ditë më parë në afërsi të ishullit të Sazanit, ku një mjet tip skaf është ndjekur nga policia kufitare dhe gjatë ndjekjes ka hidhur bidonët me benzinë në det duke u larguar më pas. Pas këtij incidenti, autoritetet kanë intensifikuar hetimet në gadishullin e Karaburunit dhe në ishullin e Sazanit. Dyshohet se skafi është përdorur për trafik palishëm të karburantit dhe se benzina e gjetur ishte destinuar për të shërbyer si karburant shtesë për rrugët e gjata, mundësisht për një rrugë që lidhte Shqipërinë me Greqinë. Mjeti i cili dyshohet se ka qenë pjesë e operacionit palishëm mund të ketë vazhduar rrugën e tij drejt ishujve grek, pasi kontrollet nga autoritetet shqiptare dhe italiane nuk kanë rezultuar me gjetjen e tij. Policia po heton lidhur me origjinën e karburantit dhe përfshirjen e më shumë personave në këtë trafik. Deri tani nuk ka informacione mbi kapjen e personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, por hetimet janë ende në vazhdim. Ky incident ka ngjatur shqetësim për aktivitetet paligjshme që mund të jenë duke u zhvilluar në këtë zonë të ndjeshme, e cila shpesh shërben si kalim për aktivitete të tilla. Autoritetet lokale janë angazhuar për të forcuar mbikëqyrjen e zonës dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.